Me muzike hare, shkolla Selman Riza në Paralagjen Dardania ka festuar sot festën e shkollës. Me një program të larmishëm të përgatitur nga nxënësit e mësimdhënësit, të pranishmit shijuan momente të argëtimit në këto ditë të shënuar për shkollën. Drejtori i institucionit Gjoko Osmani tha se sot festojmë ditën e mësuesit dhe njëkohësisht festën e shkollës Selman Riza. Jemi sot këtu që të festojmë 7 marsit, ditën e mësuesit, festën e shkollës dhe njëherë të përkujtoj këto ditë të marsit të cilat kanë gjurë në Kosovën tonë. Drejtori Osmani në fjalën e tij u shpreh se shkolla punon me përkushtim për të arritur cilësinë e arsimit dhe për të nderuar figurën e profesorit Selman Riza. Shkolla jonë me përkushtim dhe krenari punon për ta rritur cilësinë në arsim, për të respektuar intelektualin, strategun, luftëtarin dhe mësuesin e profesorin Selman Riza, që ne shkojmë rrugës të plotësimit, të kërkesave dhe të nevojave, jo vetëm të shkollës tonë, po të tregut në punës në përgjithësi. Shkolla jonë synon që jep një vatër e dijes, ku nxënësit fitojnë shkatësi dhe shprehim të reja. Pas performancave të shumta artistike të nxënësve nga drejtoria e shkollës dhe drejtoria komunale e arsimit në Gjakov, u ndan mirënjohje për disa nga mësimdhënësit, të cilët tashmë shijojnë vitet e pensionimit.